E kam një motër, por jam polizu çdo ditë. E kam një motër, e kam një vëlla, edhe si zakonisht, çdo vëlla është, çdo vëlla dhe çdo prindër ka gjef me martu vajzën me një shqiptar. Edhe motra ime është dashuruar me një djalë klasës, që është afrikan. Motra ime është shpirti i shpirtit tim, është dashuruar me një djalë shumë të mirë, shumë edukum, dhe unë s'kam ditë kur gjo ka marrë në pushime në Kosovë, sezon verore, edhe aty unë kom pitë gjithmonë ku është motra, edhe s'kam ditë. Domethënë dashuria e tyre ka qenë shumë vjeçare, po nuk ka guximin me na tregu. Dhe një ditë ata janë bashkuar dhe kanë nisë me jetu, dhe unë për 5 vjetë, domethënë, nuk kam mujtë me pranu motrën time, sepse i vipën një qytetit vogël, e cili më ka ardhe turp, që kjo është për herë parë që ndodh në qytetin tim që një vajzë me lëkurë të bardhë martohet me një lëkurë të zeze, domethënë një afrikan. Dhe është djalë shumë i mirë, shumë i mirë. Polizu çdo ditë. Kanë shajt, kanë tonë motrat u ka martu me zezakun, motrat ka martu me këtë, edhe ka mujtë shumë këtë pikë. Ajo shpesh më ka shkujt, po unë s'kum pas mundësimi përgjigj, sepse ku pas mlef në shpirtin tim se kam pas qef me martu motrën me duvak, më falni, me përcjell, me kanazhet, sikur që kemi ne zakonët shqiptar. Mami im gjithmonë me një çantë plot medikamente, dhe çdo ditë kishte dëshirë me vra vetën, sepse u bullizoj ke shumë. Edhe një ditë thash me vetën, a do ta upi edhe mamin, pas e kom motrën. Edhe kur kam shku në Zvicër, më ka shkujt në Instagram, motra përsëri edhe më ka thënë, më fal, a je musliman? Thash po. Tha, Zoti, a i pranon gjitha nacionalitetet? Thash po. Edhe tha, pse s'më pranon mu? Thash, ku je? Tha, jam në palet me një lagje ku unë kom jetu me babin tim të djerin. Edhe aty kom shku, edhe tha, ama ta po ta prezentoj, ta vajzën time, e cila ka emrin, një emër e cili ka pas dëshirë, babi jonë tha nëse lindë edhe një vajzë, me qitë emri Valentina, ja pra po ta prezentoj Valentinën, edhe kam përqafu, mas 5 vite, se po të kam pranu motrën. Mujtë të them që takimi më i mirë jetës time ka qenë ai. Ishte aq e bukur, aq e bukur motra, edhe më bukur se që kam njohë para me 5 vite më herët. Edhe më ka shtregu shumë fort, edhe më tha, e djeva një arom babës tim, u pendova shumë që 5 vite se ka pranu më herët. Mungesa e saj në shtëpinë tonë ka qenë i papërshkruar. Mungesa ka qenë shumë e madhe. Unë vetëm e shikoj dhe i dëgjoj që lumturinë e saj edhe zemrën e saj që ajo tani është e lumtur, edhe unë jam më i lumtur sepse ajo është e lumtur. Nuk ja fali vetës ato 5 vite që se kom pranu motrën. Ka thonë që kur ka frejt, gjithmonë është lutur për mu, për vllahun tim, nënën time, edhe ka majtur gjithmonë fotografien mbi shtratin e saj.
vishat e banesa jote, por nuk. Shumë herë të jetë, kom pa të dalë për shtëpijes, sa malë kom pas me të përqafu, po s'kom pas guzim më ofru. Atë ditë kur i ka litë vajza, ka pas shumë nevoj për ne nuk imi qenë pranë saj. Edhe këtë i kërkoj shumë falje. Po të më pyet dikush, a kishe pas dëshirë me kthy atë kohën, do ta kthesh atë kohën me shumë dashuri, me shumë vullnet, sepse e mallkoj veten që nuk e kam dëgjuar se zemrën edhe shpirtin e motrës tim.